Pre janari 2025, vlera e sigurimit automjeteve ndryshon në bazë të vlefshmërisë së patentës apo dhe nëse je përfshirë në aksidente. Elidon Bulla, agent sigurimesh në Vlorë, konfirmon se tashmë vlera e sigurimit për autovetura do të shkojë për çdo vit me rritje, nëse gjatë periudhës 12 mujore je përfshirë me aksidente apo ke shkaktuar dëme. Po kështu ndryshim në vlerë do të ketë dhe referuar vlefshmërisë së patentës. Nga 1 janari këtij viti është futur formule e re bonus malus, si dhe patenta, cilindrata, viti prodhimit vetëm për autoveturat. Kurse kamionçinat, autobusat nuk u kanë ndryshuar vlera. Kanë të njëjtin vlerë. Kurse nga 1 janari është dhe do futet edhe dëmi nëse ti përfshihesh në aksident, në dëm, nëse e fajtor, të rritet siguracioni. Nëse si edhe ke 205.000 lekë, mot mund vej 220, 230. Gjithmonë në bazë të dëmit që ti shkakton. Te ky ligj do të vinë ata të cilët marrin gjoba gjatë një viti? Jo, me gjobat jo, s'ka lidhje, vetëm tek patentat. Nëse është patenta e re, siguracioni është më i lartë. Nëse ka patent 3 vjeçare, siguracioni del me vlerë më të madhe se sa një që ka patent 10 vjeçare apo 15 vjeçare. Duke cilësuar një A pozitiv, Bulla thekson se ligji i synon të ndikojë në uljen e numrit të aksidenteve, por edhe duke rritur përgjegjshmërinë e drejtuesve të mjeteve. Është mëse normale, sepse në momenti që ti shkakton, do jesh më i kujdesshëm për aksidentet, për të kryer një aksident, sepse mendojnë që do të rritet siguracioni. Ligji i ri për siguracionet ka hyrë në fuqi prej 1 janari 2025 dhe ndikimi pritet ta ketë vitin e ardhshëm.